Analistët politik vlerësojnë se Kongresi i BDI-s i mbajtur më 20 vjetor kishte një karakter formal dhe ishte i domosdoshëm për funksionimin e partisë, ndërsa politizimi i temës së karakterit unitar të shtetit nga BDI-a konsiderohet i panevojshëm dhe i diskutueshëm. Analisti Ilir Luma gjatë emisionit Debat në Shenja deklaroi se Bashkimi Demokratik për Integrim të shtunën ka mbajtur një kongres të detyruar, pavarësisht nëse data ishte e parapara apo jo në kalendarin partijak. Ai theksoi se në renditje si pikë e parë duhet të përfshihej analiza e punës së deritanishme të partisë, si dhe që kjo analizë të ishte pjesë e rezolutës përfundimtare të Kongresit. Duke folur për rezolutat e miratuara, ai tha se në rezolutën e parë ku potencohet karakteri unitar i shtetit, BDI-a ka anashkaluar parimet mbi të cilat u themelua kjo parti. Në një farë forme, BDI-a filloi të aklimatizohet konform kushtetutës aktuale. Veprimi i matutjeshëm i BDI-s, gjithsesi sipas rezolutave të aprovuara, do jetë në funksion të respektimit të kushtetutës aktuale. Shifni, unë nuk mund të them devijoj termin, se është termi rënd, por anashkaloj disa parime themelore për çka u themelu kjo parti, si trashëgimtare, si një subjekt që doli nga një konflikt ku mbaroi, ku ceket edhe në rezolut, me marrëveshjen e Ohrit. Ndërkaq, sipas analistit Qenan Aliu, teksti i rezolutave është një copy-paste i retorikës moderne politike. Ai shtoi se nga numri i përgjithshëm i shteteve të regjistruara në Kombet e Bashkuara, shumica dërmuese e tyre kanë karakter unitar, që sipas tij e bën të panevojshëm politizimin e kësaj çështje nga ana e BDI-s. Kam bërë edhe një ditë një qasje të shkurt. Unë mendoj se Bashkimi Demokratik për Integrim është partia e vetme në historikun e pluralizmit në Maqedoni, e cila këtë test të karakterit unitar të shtetit e ka të etabluar në mënyrë brutale dhe infantile. Pra, si shta dhe zoti Luma, çdo kryeministër dhe çdo qeveri angazhohet për karakterin unitar të shtetit. Por këte nuk ka ndonjë justifikim politik ta bëjë një parti kaq serioze si BDI-a për të thirrë në karakterin unitar të shtetit. Përndryshe, termi unitaritet në politik i referohet ruajtjes së karakterit të shtetit si një entitet i bashkuar dhe i pandashëm. Koncepti thekson se shteti nuk duhet të ndahet gjeografikisht ose etnikisht dhe se sovraniteti i tij i përket të gjithë qytetarëve në mënyrë të barabartë, pa u ndarë në territore autonome apo federale bazuar në përkatësinë etnike.